Në kuadër të 14 marsit, ditës botërore të veshkave, qendra e hemodializës në Korçë ka organizuar një fushat ndërgjegjësimi për qytetarët. Gjatë gjithë ditës, stafi shëndetësor i kësaj qendre ka ofruar konsulta falas për kalimtarët, duke i informuar ata për rëndësinë e kontrolleve të rregullta për shëndetin e veshkave. Me rastin e ditës ndërkombëtare të veshkës, qendra e hemodializës Korçë kanë marrë një nisëm që të gjithë qytetarët të sensibilizohen dhe të kujdesen për shëndetin e tyre. Për këtë arsye, ne dolëm bashkë me vajzat që të sensibilizojmë qytetarët, t'ju matim tensionet, t'ju matim glicemin, që me atë rast edhe ata të dinë ndërku është shëndeti tyre dhe t'ju themi që është e mira që çdo 6 muaj të bëjnë vizita tek mjekët për të ditur se si është shëndeti i tyre. Qytetarët që u bashkuan kësaj nisme shprehën se aktivitetet të tilla janë të rëndësishme për ndërgjegjësimin dhe se kujdesi për shëndetin duhet të nisë nga kontrollet e rregullta mjekësore. Në ratë të parë unë përshëndetin vete gjithmonë, se jam me sëmurë, jam me sëmundje kronike. Tashi, analizat i bëjmë 1 në vit, të si kemi bërë në çdo 6 muaj. Është e rëndësishme të kontrollohesh shpesh? Po, është e rëndësishme se jemi të sëmurë, të thash, kemi sëmundje kronike. Edhe detyrimisht do vetën, doktor, ja, që ande erdha. Të vinë të kontrollojnë për shëndetin e tyre, mos i lejnë punës varë, se s'ka si shëndeti. Unë njerë në vit bëj analizar, nuk u kam asë një sëmundje. Rëndësia me madhe është me si ushqesh. Ushqimi është kryesori. Të kenë kujdes shëndetin, ka një problem të venë në doktori, të bëjnë analizën, të kenë kujdes me të ngranën. Kjo është e tëra për moshën tonë. Pranë qendrës së hemodializës në Korçë marrin shërbim rreth 125 pacient, një lehtësi që u kursen udhëtimet e gjata dhe ul kostot e trajtimit. Janë rreth 125 pacientë të cilët marrin shërbimin nga gjithë qarku i Korçës. Kostot e tyre janë ulur dhe ajo që është dhe më e rëndësishmja është që nuk lodhen aq shumë duke udhëtuar 3 orë apo 4 orë, një ditë po, një ditë jo, vajtje ardhje në Tiranë apo për vendet ku ata e merrnin shërbimin. Kështu që mendoj që për pacientët e qarkut të Korçës është një mrekulli që ata e kanë afër vend banimit. Në të gjithë Shqipërinë funksionojnë 5 qendra hemodialize, me një staf prej rreth 130 mjekësh dhe infermierësh, të cilët ofrojnë shërbim për afro 450 pacientë.